Tashmë është zyrtare, 2015 ka qenë viti më i ngrohtë që nga fillimi i regjistrimeve të klimës 136 vjet më parë. Dyshime nuk kishte, por tashmë pretendimi është certifikuar nga NOAA, Agjencia Amerikane e Atmosferës dhe Oqeaneve, si dhe Met Office, zyra britanike e meteorologjisë. Rekordin përpara tij e mbante 2014. Praktikisht 2 vitet e fundit janë më të nxehtat e dokumentuara ndonjëherë. Kjo valë globale nxehtësie i atribuohet El Niños, për shkak të cilit në 2015 temperatura mesatare e planetit u kalua me 0.16 gradë. Ky rekord megjithatë duket i destinuar të mos zgjas shumë, pasi Met Office thotë se 2016 ka për të qenë akoma më e ngrohtë, pavarësisht faktit që El Niño këto muajt e fundit duket të ketë arritur pikun e tij. Astronomët amerikanë këmbgulin se kanë prova të fuqishme që në sistemin tonë diellor ekziston një planet i nëntë, i cili orbiton përtej Plutonit. Ekipi i shkencëtarëve të Institutit Kalifornian të Teknologjisë Caltech ende nuk e konfirmon dot praninë e trupit qiellor me një vëzhgim të drejtë për drejtë dhe e mbështet pretendimin e tij mbi mënyrën se si janë parë të lëvizin objekte të tjera të largëta. Nëse teoria në fjalë rezulton e vërtet, ky planet i hamendsuar do të ketë një masë 10 herë më të madhe se të Tokës. Në Brazil e quajnë epidemia e Zikas, emri i virusit përgjegjës për deformimet genetike me të cilin po lindin gjithmonë më shumë fëmijë në këtë vend, që prej muajit tetor janë raportuar gati 4.000 raste të mikrocefalitit. Foshnjët e prekura nga anomalia vinë në jetë me një kokë shumë të vogël. Zika përhapet nga pickimi i mushkonjës Aedes aegypti, fajtore edhe për infektimin nga ethet tropikale. Deri tani në Brazil prej këtij virusi kanë vdekur 5 foshnjë, ndërsa 44 vdekje të tjera janë në hetim për të parë nëse përgjegjëse për to është sërish Zika.